Mjekët japin urdhër, konsumoni fiq herët në mëngjes dhe do befasoheni nga rezultati. Koha më e mirë për të ngrënë fiq është herët në mëngjes, në mënyrë që të pastroni sistemin tuaj tretës gjatë gjithë ditës. Pastrimi i sistemit tretës është një veçori unike e këtyre frutave të ëmbël, të cilët mund t'japin shumë përfitime për organizmin tuaj në tërësi. Fiqt janë një nga frutat më të shkëlqyer për shëndetin tuaj të mëlçisë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ato kanë gjithashtu nivele të larta të alkaneve dhe prandaj ndihmojnë gjithashtu edhe në rregullimin e sistemit tuaj tretës. Fiqt janë të pasur me antioksidant, të cilët parandalojnë dëmet të shkaktuara kryesisht nga radikalet e lira. Kur konsumohen herët në mëngjes, fiqt e qetësojnë ndjeshëm sistemin tuaj tretës, sidomos organizmin tuaj. Japin gjithashtu edhe më shumë energji, ofrojnë një ëmbëlsi natyrale, lehtësojnë edhe përthithjen e vlerave nga trupi i njeriut. Konsumi i fiqve herët në mëngjes shërben gjithashtu si një rregullues dhe stabilizues shumë i mirë i presionit të gjakut pas aktiviteteve tuaja në vijim. Falë përmbajtjes së lartë të kalciumit dhe magnezit, fiqt janë në gjendje të relaksojnë enët e gjakut, duke i siguruar atyre edhe mineralet të duhura për balancimin e elektroliteve. Sipas studimeve të cilave u referohemi, fiqt rekomandohen të konsumohen herët në mëngjes për të pasur fuqi dhe shëndet të mirë gjatë gjithë ditës. Kjo falë fibrave, mineraleve, vitaminave që ato përmbajnë. Fiqt janë një nga burimet më të mira natyrale të proteinës, fosforit, glukozës dhe kalciumit. Gjithashtu ato sigurojnë edhe element të mirë të vitaminës A, vitaminës C, vitaminës D dhe B, të cilat janë thelbësore edhe për lëkurën, kockat dhe shëndetin tuaj në tërësi. Për shkak të këtij profili të lartë ushqyes, fiqt gjithashtu duhet të vlerësohen si një mënyrë fantastike për të nisur ditën. Në këtë video, sipas zbrazit saj, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nëse konsumoni fiqt në mënyrë të përditshme në dietën tuaj ditore. Ato janë të mira për shëndetin e zemrës dhe të veshkave tuaja. Fiqt janë të pasur me antioksidant, vitaminën E, vitaminën A dhe vitaminën C. Antioksidantët do të ndihmojnë gjithashtu në eliminimin e radikaleve të lira dhe do të parandalojnë edhe krijimin e gurëve në veshka dhe përmirësojnë shëndetin më të mirë të zemrës suaj. Nëse doni të keni kocka më të forta dhe më të shëndetshme, sigurisht që fiqt janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për të shtuar fare lehtë në vaktet tuaja ditore. Fosfori, vitamina D, kalciumi që gjenden te fiqt do t'i bëjnë kockat tuaja më të shëndetshme. Një fik plotëson rreth 3% të nevojës ditore të kalciumit. Duke konsumuar atë, do të ulni riskun e sëmundjeve të osteoporozës. Shëndeti juaj i syve është i rrallës që do të përfitojë me konsumin e fiqve. Fiqt janë të pasur gjithashtu me vitaminën A, që përmirëson shëndetin e syve dhe konsumi 3 deri në 4 fiq në ditë mund të jetë një mënyrë shumë e mirë për të nisur ditën, për të mbajtur larg komplikacione dhe për t'i bërë atyre një mbrojtje më efektive në shëndetin e përgjithshëm. Fiku cilësohet si fruti i parajsës, i cili për të rinforcon ruan shëndetin dhe heq rrullat. Një bimë që jep shumë ndërkohë që nevojitet pak, vetëm një tokë e varfër dhe ndonjë pikë ujë. Është ndër frutat më të njohur të mesdheut për shkak të vetive të tij shëruese. Fiku përmban nivele shumë të larta të magnezit. Magnezi është një nga elementët bazë që mbron sistemin tonë nervor nga stresi. Ai është shumë i rëndësishëm për kockat, imunitetin dhe shëndetin e trurit tuaj. Promovon shëndetin gjithashtu edhe vitalitetin. Shëron edhe shumë komplikacione në mënyrë të konsiderueshme, parandalon edhe procesin e plakjes. Fiqt e thatë përmbajnë gjithashtu 3 herë më shumë magnez se sa fiqt e freskët. Fiku është i pasur me kalium, kalcium, hekur, fosfor, bakër, vitaminën B6, vitaminën C si dhe beta-karoten.
Përmbajtja shumë e ulët e yndyrnave dhe përmbajtja e lartë e fibrave më shumë se cili do frut ose perime tjetër është një arsye kryesore pse fiku duhet të konsumohet çdo ditë. Pektina është një fibër e tretshme e cila ul kolesterolin në gjak, ndërsa gjithashtu ajo mund të ofrojë edhe shumë përfitime të tjera për shëndetin tuaj, duke ndihmuar në një përmirësim më të mirë të qarkullimit të gjakut dhe lehtësimin e inflamacioneve të ndryshme. Përqindja e lartë e sheqernave do të sigurojë trurit tuaj gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë dhe do të punojë më shpejt, duke pranuar dhe klasifikuar më mirë informacionet që ai merr. Sigurisht, diabetikët duhet të tregohen më të kujdesshëm me konsumin e fiqve në menun tuaj ditore. Fiqt e thatë janë një nga burimet më të shkëlqyera të shumë ushqyesve dhe gjithashtu një vakt shumë i mirë dhe praktik dhe i vlefshëm për atletët rekreativ dhe profesionistët, ndërsa në kombinim me produktet e arrave mund të shërbejë gjithashtu edhe si një meze ideale, duke i siguruar trupit tuaj përfitimet unike. Çaji i fikut është një përzgjedhje që mund të ofrojë gjithashtu vlerat e tij në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Përmbajtja e steroleve bimore, të cilat është dëshmuar se përmban, ka efekte të dobishme në uljen e niveleve të kolesterolit. Sterolet bimore, si lanosteroli dhe sigmasteroli, të cilat gjenden te fiqt, mund të janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të vlerave të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i fiqve në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mburojë më të mirë të organizmit dhe një lehtësim më i madh i komplikacioneve. Ndaj përfitoni nga rasti dhe shtoni fiqt e freskët në vaktet tuaja ditore si një ndihmë mjaft e mirë parandaluese kundër inflamacioneve të ndryshme. Fiqt e freskët përmbajnë deri në 80% ujë dhe 60% sheqer natyror, kështu që dobia e konsumit të fikut është e shumëfishtë. Shija e ëmbël e fikut përshtatet me mënyra të ndryshme të shijes së kripës, si djathi, deles ose i dhis. Atë mund ta shtoni gjithashtu edhe në komposto të ndryshme ose në gatime me përbërje pule. Ta fiku i freskët mund të bëni komposto, reçel ose edhe ta fermentoni ashtu siç është. Përfitimet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënse për organizmin dhe mbi të gjitha do të mbani larg komplikacionet e tij. Përmbajtjat që sjellin fiqt janë një arsye pse duhet të shtohen në dietën tuaj. Koha më e mirë për të ngrënë fiq është në mëngjes, në mënyrë që ato të pastrojnë sistemin tuaj tretës gjatë gjithë ditës. Pastrimi i sistemit tretës është një nga veçoritë më unike të këtyre frutave të ëmbël të verës. Fiqt janë një nga frutat më të shkëlqyer për shëndetin e mëlçisë. Ato kanë nivele të larta të alkalinëve që prandaj ndihmojnë edhe në rregullimin e pH-it të tretjes. Fiqt janë të pasur me antioksidantë që parandalojnë dëmet e shkaktuar nga radikalet e lira. Kur konsumohen në mëngjes, fiqt të qetësojnë organizmin, japin energji dhe ofrojnë vetëm ëmbëlsi natyrale, lehtësisht të përthithshme nga trupi i njeriut. Konsumi i fiqve në mëngjes shërben edhe si një rregullues dhe stabilizues i presionit të gjakut për aktivitetet e ditës në vijim. Falë përmbajtjes së lartë të kalciumit dhe magnezit, fiqt janë në gjendje të relaksojnë enët e gjakut duke siguruar mineralet e duhura për balancimin e elektroliteve. Sipas studimeve, falë rekomandimeve për të konsumuar herët në mëngjes, është pasur fuqi edhe shëndet i mirë gjatë gjithë ditës. Kjo falë fibrave, mineraleve dhe vitaminave që ato bartin. Fiqt janë një burim natyral i proteinës, fosforit, glukozës dhe kalciumit. Janë të pasura me vitaminën A, C dhe B, gjithashtu dhe vitaminën D, të cilat janë thelbësore për lëkurën, kockat dhe shëndetin. Për shkak të këtij profili, fiqt duhet të vlerësohen si një ilaç fantastik. Ato janë të mira gjithashtu për shëndetin tuaj të nyjeve. Fiqt janë shumë të pasur me minerale të duhura ushqyese, me antioksidantë, vitaminën E, vitaminën A dhe C. Antioksidantët eliminojnë radikalet e lira dhe parandalojnë dhe lehtësojnë problemet që i kanosen imunitetit. Fosfori, vitamina D dhe kalciumi që gjendet te fiqt i bën kockat më të forta. Një fik plotëson 3% të nevojës tuaj ditore për kalcium, por nëse vuani nga diabeti dhe komplikacionet të rënda të stomakut përpara konsumit, si një mënyrë trajtuese, fiqt duhet të konsultoheni më parë me mjekun tuaj
për të evituar ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do e informohen dhe miqtë e tu. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të informojnë të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.